Një herë e një kohë, një njeri I urtë udhëtonte në vendbanime të ndryshme, I shoqëruar nga nxënësi I tij besnik. Një mbrëmje, në periferi të një fshati, pan një shtëpi shumë të vjetër që më shumë I ngjante një kasolleje. Trokite në derë dhe një burr I varfër u hapi. Rreth tij qëndronin disa fëmijë. I urti e përshëndeti dhe tha: "A ka bujrum, do të donim të kalonim natën tek ju." Burri I buzëqeshi dhe tha: "Po si që ka, kjo pak që kemi është edhe për ju." Ata hynë brenda dhe ulën. Mesazh Pas nga pak, I urti e Limotiv. pyeti: "Më thua jo njeri I mirë, me çfarë jetoni ju?" Burri u përgjigj: "Siç e sheh edhe vet, jemi shumë të varfër, kemi vetëm një lop, prej saj marrim qumësht dhe me prodhimet e saj sigurojmë bukën e gojës." Të nesërmen, pasi u larguan nga shtëpia, I urti I tha nxënësit: "E sheh atë lopën?" "Po," tha nxënësi. "Shko dhe çoje larg në lugin që të mos kthehet më." Nxënësi u trondit. "O mësues," tha I, "mos e bëjmë këtë, ata janë shumë të varfër." Por I urti I tha: "Nëse dëshiron të vazhdosh të jesh nxënësi imi, bëje atë që të them." Me zemër të rënduar, nxënësi e mori lopën dhe e çoi larg në lugin. Kaluan vitet. Pas disa vitesh, rruga e nxënësit e solli përsëri në atë fshat. Kur ju afrua vendit ku dikur kishte qenë kasollja, ai mbeti I habitur. Në vend të saj ishte ndërtuar një shtëpi e madhe dhe e bukur, përreth kishte bagti dhe gjithçka dukej në begati. Ai trokiti në derë. Kur dera u hap, përpara tij dolën po ata njerëz. Ai pyeti me habi: "Si është e mundur kjo?" Ata u përgjigjen: "Dikun kishim vetëm një lop dhe jetonin prej saj, por një ditë lopa u humb. Atëherë kishim vetëm dy zgjedhje, ose të dorëzoheshim, ose të kërkonim një rrugë tjetër. Filluam të punonim, pak nga pak gjërat u përmirësuan, dhe sot, fal Zotit, jemi shumë më mirë. Shpesh edhe ne mbetemi të lidhur pas lopëve tona, atyre sigurive të vogla që na mbajnë në një rehati të rremshme. Por pikërisht ato na pengojnë të zbulojmë potencialin ton të vërtet. Ndonjëherë në jetë duhet të humbim ato siguri të vogla, sepse vetëm atëherë detyrohemi të ngrihemi dhe të zbulojmë forcën që kemi brenda vetes. Shumë nga kufijtë tanë nuk janë të vërtet, janë vetëm mure imagjinare, dhe kur e kuptojmë këtë, fillojmë të nxjerrim potencialin ton maksimal.